Programa të dashur shikues, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Gjatë javës që po kalon pas ka ndodhur shumë çka sa i përket fytyrave tona publike dhe atyre të cilët ju shumë i pëlqeni. Materiali i parë për sonte ka të bëjë me këngëtaren simpatike Orhidej Latifi, apo ndryshe Kida, e cila për një kohë shumë të shkurtër arriti të rrëmbejë zemrat e adhuruesve. Të gjithë kemi ndëgjuar këngët e saj, kemi parë videoklipet, ka një zë të mirë, gjithashtu edhe të gjitha këngët hite, mirë po ajo çka ne nuk e dim është ana saj e ertë për të cilën nuk ka folur asnjëherë. Shkolla, shoqëria dhe pjesa private. E për më shumë e ndjekim bashkë Kidën së bashku me shoqet e saja. Orhidej Latifi është emri që surprizoi diskografin dhe gjithë publikun shqiptar. Çdo këngë vjen ndryshe duke u kthyer në hite brenda pak dite. Të shtunën që lan pas, Kida publikoi edhe videoklipin e 4. Boni Zo bëri shumë zhurmë dhe bë pjesë e shumë listave muzikore. Tri këngët e kalume, të katërtat kanë qenë ma atleta, përveçonar, kena vendosur me dalë me ma ritmike, shkaku edhe i verës, edhe është diçka që një këngë që të shtirë me këty, që s'voj vetë për diçka. S'ka temë do me thonë që atë këngë është veç me bo parti. Shumë klipe brenda një periudhe të shkurtër, e angazhua në koncerte, por mungon në skenën e festivalit, që pavarësisht kërkesave, ajo nuk u ngjet akoma. Kem pas ftesa, po hala s'është vendosur kur gjo. Kam qef e marrë pjesë, jo që s'kam qef, po nuk e di. Njerë kom fillu kështu me ma shumë me spote me këngë të reja. Muzika e Latifit është e njohur nga të gjithë, por ana e saj private dhe jeta përtej muzikës është akoma e fshehur. Sot kemi vendosur ta rikthejmë Kidën pas në kohë. Fotografitë janë mënyra më e sigurt që një moment të lëzhur e përmes tyre të shpalos disa kujtime nga fëmijëria. E kam pas dikon s'po di, shumë e vogël, gati një vjeç është diçka. Shto njejt, sa ndryshe, me mu. Shto i kam bo një vjet, që kjo është ditlin një me parë, që me zëngjira, edhe atërë dhe tash. Shto e më konë shumë e vogël. Familja zërumë gjithë e më konë, që e këtu shumë shmek i vogël se djajtë. Këtu sa kom lindë. Edhe këtu njejt, qëtu ma kullerë. Për me të kalzu kështë ta marë, shumë e lazrume qëtu edhe që kë langë qëtu ma kujton diçka që non stop kom pi, qëtu, e di që jëm helmu, shumë keq, edhe paramendu që ka që vogël, një 4-5 infuzionat miri pa ta marë, qëta e di, edhe më kujtojt që tash, edhe qëtu ndeti, të pozu këshone, e madhe. Kujtimet nuk ja kthejnë vetëm fotografit, edhe shoqëria është pjesë e rëndësishme e Kidës. Kohën e munguar me ta e zëvendëson me ftesa tek shtëpia e saj. Po, zakonisht kur kam kohë të lirë, kam qef me ti në shpe, më knaq, me pimpi, me hongër. Zakonisht ti në shpe, kur nuk kam kohë në shpe, dalim për darë ka përsane, dalim ditën, normal, se në shoqënisë. Pavarësisht që shoqëria ndryshon gjatë viteve, Orhideja ka ruajtur një mikje të ngushtë. Ato u rritën bashkë e madje thunin edhe shumë ëndra si të vogla. Ka maj me Orhidejën është gjithmonë mas shkollës kemi shku dhe kemi këthy dhe kemi knu me këngët e Chris Brown. Orhideja e dën shumë edhe ka dalë gjithmonë. Edhe zakonisht kanë ardhë komshit edhe na kanë bërtit. Mos përshtetni, mos knoni edhe gjithmonë e kemi vazhdu për sëris. Edhe pse ka pas shumë vështima. E gjatë atyre viteve, shoqet kanë bërë edhe listën e dëshirave, që do i plotësonin kur të rriteshin. Wishlist, po, abdëm të halzu cilën, me shku në deti bashkë dhe më knaqë, qëto e kina gjithë. Me pas koncerte shumë të mbaja, njona tjetër me marrë për koncerte, sa marrë parasysh. Kem pas shumë, ku sa shumë ka, besëm
Ndërsa edhe tani që është rritur dhe ka realizuar ëndrrën e saj, Kida është shumë pozitive në raport me të tjerët. Më vjen shumë mirë për sukseset e saj në për çdo send që ajo i ka arrit, po njëkohësisht është edhe një anë shumë e mirë që ajo nuk ka ndryshuar as pak, është e njëjta, folim krejt njëjtë që kena foli edhe më herët, secili send është i njëjtë. Të kesh Kidën shoqe, padyshim që ndikon edhe tek publiku. Madje kërkesa nga fansët e këngëtarës për takim ose mesazhe shtohen gjatë gjithë kohës. Shoqëria e Kidës ka shërbyer edhe urlidhëse mes saj dhe fansave. Le të tregoj një rast, Kida u kon koncert edhe mu më thiri një person edhe ma bëna këshe mujt. Me tash po është në koncert e nuk e di ako vajzat ose diçka. Po të nga kër i thash Kidës kjo në bas një gjysore ma ka dërgu videon edhe kër ja kom të regu atina, a i ma ka që qika veti shkon të kojt, se qash shumë ish pagëzu edhe një me po vjen shumë mirë se e ka po dikon mundi shumë mirë. Por shoqet din edhe disa sekrete. Të gjithë pyesen se kush është mashkulli që i ka marrë zemrën Orhidea Latifit. E përgjigja është që për momentin nuk është në lidhje, por shoqet zbulojnë se si i pëlqejnë meshkujt Kidës. Kur ta pështru në ideja një djallë që thët e i pat bustet trasha, e hunën e drejt, e sytë më dhej e pak kështos, kina e dëshirë gjithë që shto të. E du më thonë, unë e gjithë e parë në njëjtë në djallë nëse vojtë për dikën. E ky mashkull duhet të pres pak, sepse prioriteti këngëtares mbetet muzika. Gjatë këtij viti, Kida do publikoj edhe shumë këngë, e një ndër to do të jetë bashkëpunimi me reperin Mozik. Nuk duhet që shëmë të ishe, po duhet që më kere.